Përshëndetje, mirë se erdhët në Pajgjurmë këtu në Report TV, ku me ditën e sotme të dashur miq do të jemi së bashku 60 minuta live në transmetim dhe këtë mesditë do sjellim një histori të dhimbshme që vjen nga qyteti i Beratit. Bëhet fjalë për një vajzë të re, ajo është vetëm 24 vjeç dhe quhet Irena Kotollaku. Irena është diagnostikuar me një sëmundje të rëndë në veshka. Ajo ndodhet me mua në studio, unë më njëherë do ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Na ke prekur me historinë tënde, por ti ke qenë e fortë dhe do japësh forca vetes për t'ja dalë. Do më rrëfesh me ditën e sotme historinë e sëmundjes tënde. Por fillimisht sa të marrësh veten sepse je mbërthyer nga emocionet. Gjila Durishti përpara disa ditëve ka udhëtuar në Berat dhe të ka ardhur të ka vizituar nga afër. Ty, nënën, babain. Ne pas pak do lidhem Beratin dhe të dy prindrit, sidomos nëna, ka probleme me shëndetin. Nuk mundi dot të shoqëronte me ditën e sotme në Tiranë. Përgjithësi, ne kemi intervistën e saj edhe ajo vuan një lloj si ty. Do ndjekim materialin që ka përgatitur kolegja Gjila Durishti dhe rikthehemi në studio. Irena Kotollaku është një 24 vjeçare e cila çdo ditë lufton me sëmundjen, që i është shfaqur në veshka 9 vite më parë. Në moshën 15 vjeçare, u përball me shqetësimet e para të cilat e rënduan edhe më shumë kur 4 vite më pas u diagnostikua me sëmundjen. Spitali për të është bërë si një shtëpi e dytë, me slotësh. Irena e kujton në mirë ditën kur mësoi për sëmundjen, por edhe më shumë e vështirë u bë situata për të, kur për shkak të pamundësisë ekonomike, ajo nuk ka mundur dot të bëjë transplantin. Kjo gjë e detyron këtë 24 vjeçare të bëjë dializë 3 herë në javë, aty ku qëndron afro 4 orë në ditë. Kam qenë 19 vjeçe, fillova kisha tension e lartë, shkova në urgjencë edhe aty pastaj më thanë që duhet të shtrohesh me patjetër, u shtrova këtu në Berat, pastaj më çuan në Tiranë, atje më futën direkt në dializë. E përjetova pak keq, po tani e kam akoma më keq. Shkoj 3 herë në javë dializë, rri 4 orë atje, pa lëvizje pa asgjë. Është shumë e vështirë, se jo ulje tensioni, është shumë lodhje e madhe. Sa vite ke që bën dializë? 5 vjet. Unë një ditë jam në shtëpi, ditën tjetër jam atje. Shumë, më pengon për shumë gjëra. Vetëm këtë dua vetëm ndihmën që të bëj transplantin, që të shpëtoj nga atje, se është shumë e vështirë për mua. Nuk bëj dot gjërat që unë dua. Unë dua të jem si gjithë shoqet e mia, të vazhdoj atë që unë dua për jetën time, sepse kështu më ndalon çdo gjë, nuk lëviz dot, domethënë që të shkoj të punoj apo. E raskapitur, pas kthimit nga spitali, Irena nuk ka kohë të qetësohet, pasi duhet të kujdeset edhe për prindërit e moshuar dhe gjithashtu të sëmurë. Ai që e shoqëroi të rejnë ditën kur bluzat e bardha i dhan lajmin e trisht, ishte babai i saj, Rizai, i cili me lot në sy thotë se është gati që të dhuroj veshkën e tij për të bijën, por nuk mundet dot. Do la unë dhëtar, do të tjeja punë, thashun. Vajta bera gjitha analizat, që më nxuarë me diabeta, nuk beta, nuk e jep. Kush ka dëshirë që të më rregulloj çupën time, i falenderoj me gjithë zemër që çupa ime të shkoj me shoqet, të bëj çdo hendër që ka i riu sot. Me një fizik të dobët dhe pamundësi ekonomike për ta ndihmuar të bijën, e përlotur nëna Olimbi bën thirrje për ndihmë, i dhem shpirti kur e sheh të mbyllur mes 4 mureve, vajzën 24 vjeçare që nuk mundet të gëzojë si bashkëmoshatarët e saj. Inshallah Zot ma shëroft, se edhe vetë jam e sëmurë. Kur vjen këtu, mishim drillet. Kur i heq atë rrobën këtu, atë ngjitsin, te krahu. Nuk e shikojnë dot. Inshallah Zot ma bëb Zoti si shoqet. Irena sot ka nevojë për mbështetjen e të gjithëve ne, për të rikthyer edhe një herë buzëqeshjen. Kostoja për transplantin arrin shumën në 60.000 euro. Kosto kjo e papërballueshme për një familje që jeton në kufijtë e mbijetesës.
Kjo është historia e 24 vjeçares nga Berati dashumiq, Irena Kotollaku, e cila fatkeqësisht është diagnostikuar me këtë sëmundje në veshka dhe është e detyruar që 3 herë në javë të shkojë në spital për të bërë dializën, sepse pa dializën shëndeti jot përkeqësohet. Po. E dashur Irena, ke qenë e vogël kur u shfaqën problemet e para. Çfarë ndjeve ti në ato momente kur këtë shqetësime ndave me nënën që më pas ajo me njëherë të dërgoj në spital? Po, ndjeja këputje trupi, isha shumë edhe dobët fizikisht. Edhe kur bërë analizat atëre mora vesh do me thënë që kisha këtë problemin. Nuk është se kuptoja i shumë problemin tim, se nuk është se ma treguan se qa kisha. Më vonë kur u futa në dializë atëre kuptova se qa ishte dializat do me thënë. Aty në rasi i bom kër i thënë se kisha shkollën, kisha ëndrat e mia, që nuk mund t'i realizohet do të me pastaj. Momenti që mjekët bën analizat e para, dolën përgjigjet, ti ke qenë adoleshente dhe se i ke kuptuar me detaje ato çfarë kanë shpjeguar mjekët tek prindrit e tu. Ti kur u rite dhe fillove dializën, fillove të lexoje dhe të mësoje për sëmundjen tënde. Po. Pastaj çdo vit që domethënë kisha një shpresë se mund të vesh diçka, pastaj tani sigur më janë shuar shpresat sepse nuk po gjej një rrugë zgjidhje. Donte të madhuron të babi doli me diabet. Dhe s'kam rrugë zgjidhje tjetër. Të dyja veshkat e tua janë jashtë funksionimit. Po. Dhe mjekët kanë thënë që ti duhet të bësh një transplant. Po. Por që këtu nuk është se kam ndonjë mundësi, sepse nuk kam dhurus. Baba ishte i gatshëm, por Po. mjekët nuk e morën përsipër. Se morën sepse babi është me diabet edhe nuk mund të madhuroj veshka. Nga familja nuk është se kam tjetër person që tjetë grup gjaku me mua, vetëm babin kisha. Aktualisht juve merrni me medikamente, ilaçe, Po. për shkak të dhimbjeve? Jo, nuk është se ka dhimbje, por që në momentin që jam në dializë, po, ka dhimbje. Është shumë e vështirë për mua. Sepse janë se 3 javë, do të shpojmë 3 javë. Është shumë e vështirë. Nuk bëj do të gjërat që unë dua. Të pengon. Më pengon shumë. Dhe për të na i shpjeguar edhe ne këtë lloj vështirësie, pasi nuk je vetme në Shqipëri që je detyruar të shkosh në spital për të bërë dializën, fatkeqësisht ka tjerë persona që janë të diagnostikuar me këto sëmundjet në veshka që janë fatale për jetën. Po. Ti duhet të shkosh 3 herë në spital. Po. Dhe mund na i përshkruash që dashur Iren, ditën tënde. Dita ime do zjem në mëngjes herët, do shkoj atje, do rri 4 orë. Do të qëndrosh 4 orë në spital. 4 orë, shtrirë atje, pa lëvizur. Nuk Kështu mund të funksionon? lëviz. Po. 4 orë, mund të bjej tensioni. Ke shumë gjëra që mund të ndodhin atje. Edhe është shumë e vështirë. Ka ndodhur, ke hasur probleme të tilla? Gjatë kohës që ke qenë në procesin e kësaj dialize? Po, ka pasur rënje tensioni, që s'jam ndjerë mirë. Gjendje të fikti? Po. Është shumë e vështirë. Shkon vetëm dhe kthehesh vetëm? Po, se prindrit, mami nuk lëviz dot, babi duhet të rri me ta. Ti kthehesh nga spitali dhe je detyruar të kujdesesh për ata? Po. Po shikoj edhe momentet që ishe në spital? Shumë e vështirë. Padyshim që jeta bëhet më vështirë për ju. Po. Sa do ditë kalojnë, eci me atë shpresën që do bëhet diçka, por pastaj... Por mjekët, çfarë ju kanë thënë?
Vetëm kjo është mundësia, transplanti. S'ka mundësi tjetër. Dializa për shembull është për një farë kohë, nuk është se mund të mbaj një jetë disa kohë, disa vite, po nuk është se është një mundësi që mund të ketë shërim me dializë. Nuk ka shërim. Ja. Dializa është një proces që ndihmon veshkën. Po. Ka në një farë mënyrë bën rolin e organit të veshkës që është jashtë funksionimit në trupin tuaj. Pra nuk ka Bën shërim. pastrimin e Bën pastrimin, po, por nuk është një shërim. një Sa më gjatë e rish, aty mund të shfaqen më probleme të tjera. Dhe mikët ju kanë thënë që dializa mund të zgjasë si një proces disa vite, por ajo që është thelbësore dhe rëndësishme për ju është që ju vetëm transplanti. vetëm transplanti. Po. Vetëm transplanti. Nuk ka rrugë zgjidhje tjetër. Po nëpërmjet spitaleve, a ke mundur, unë të paktën kam dëgjuar raste njerëz të cilët Kam kërkuar dhurojnë ndihmë, dhe po. spitalet kanë lidhje me këta njerëz. Kam kërkuar ndihmë, por nuk është se më kanë ndihmuar njëri. Prandaj u drejtova dhe këtu te ju. Më the pak më parë që ëndrat më janë ndërprer, që në momentin që ti mësove që kishe probleme me shëndetin tënd, Po. por ëndrat mund të realizohen. Në një farë Nëse pikë ke më besim kanë tek humbur ato vetja. shpresa. Se kam 5 vjetë në dializë dhe U bën 5 vite në dializë. po, Sa vjeç ke qenë kur fillove për herë të parë? 19. 19. Dializën e parë ke bërë në Greqi apo në Shqipëri? Jo, kam filluar në Tiranë. Në Tiranë. Nuk e dije çfarë ishte. Nuk e dija. Thjesht erdha për disa letra këtu në Tiranë, edhe më thanë që duhet të shtrohesh. U shtrova këtu edhe më thanë do të mbajmë 3 ditë, pastaj fillova dializën. Kanë qenë shumë momente të vështira për mua. Për e bëre për herë të parë dializën. E pastaj e mora kështu se thash se do bëhet diçka. Pastaj më vonë kuptova që kisha atë shpresën që do bëj diçka. Po deri më sot nuk është bërë asgjë. Unë uroj që të ndodhi diçka e mirë tek ju me shpresën të Zotit që mund të kryesh një transplant, ai që mund të shpëtoj një herë për gjithmonë Këtë gjë e dua shumë. nga dializa dhe problemet e veshkës. Por nuk dua vetëm të lotosh, të dridhesh dhe të flasim për atë që të dhëmë më shumë për sëmundjen tënde. Dëshira dhe ëndrat e tua që më the janë ndërprer, unë do thash pak më parë që nëse ke besim tek vetja, je forca vetes, I kam dhënë forca. Më shumë mund t'ja për prindrit. dalësh dhe Për prindrit më shumë, sepse e shoh që ata e bojnë më shumë. nëna dhe babai, Po, të cilët për shkak të problemeve që kanë me shëndetin, pamundësisht financiare, po. janë dorëzuar në një farë mënyre. Momenti që more rrugën për të ardhur në Tiranë, Gjila pati një kontakt, një orë para se ne të hynim në transmetim që foli dhe me babain dhe nënën tuaj, dhe ata në një farë mënyre ishin lumturuar që ti je sot pjesë e kësaj studio si një dritare që mund të të shërbej. Dhe unë ta uroj me zemër edhe me shpirt që kjo dritare Report TV, ky transmetim live të të shërbej ty. Ajo është më e rëndësishmja. Kjo është ajo që unë dua. Të bëj transplanti. Që ky operacion nëse do arrihet, sepse bëhet më vështirë, ndoshta nuk dua të jem më optimiste për rastin tuaj dhe të mbush edhe ty me këtë lloj ndjenje që ti jesh optimiste, por besoj që është pak e vështirë. Po, Përpos se duhet gjetur një dhurus dhe organi i veshkës, edhe shuma e parave, për më e vështirë është e para se sa e dyta në këtë moment.
Këto operacione bëhen në Shqipëri. Por Bëhen vetëm që që se ka dhurus. Patjetër, gjithnjë nëse ka dhurus. Ndërkohë që brenda familjes, babai që ishte i gatshëm, sepse kështu ndodh këto sëmundje, kur ka nevojë për transplant, të parët që dalin, që janë dhurus, është familja, ku dhe përshtatja bëhet më e mirë me ju. Por babai më tregove që ishte i gatshëm, por analizat që ai i bëri, mjekët e refuzuan sepse nuk bëhet transplanti. Pra veshka e babait tuaj Është me diabet. është me diabet. Ndërkohë që nëna ka të tjera probleme Po dhe nuk është shëndetësore grup gjaku me mua. dhe nuk ka grupin e gjakut. Po. Pra është e rëndësishme që dhe dhurusit ketë njëjtin grup gjaku me ju. Po. Duhet dhe grupi gjakut. Vetëm babin kisha, ai doli me diabet. Unë besoj që babai ka qenë i pari i gatshëm. Po. Çdo prind për fëmijën e vet do jepte gjithçka. E donte shumë atë gjë. Ne patëm një kontakt dhe me mjekun tuaj. Mjekun në Berat, Adrian Hyskën, i cili të ka qëndruar pranë. Po. Ai ka qenë gjatë gjithë kohës aty. Dhe mundohem që me ditën e sotme ta kemi një lidhje telefonike edhe doktorin nga Berati, i cili do na shpjegoj më qartë situatën e shëndetit tuaj dhe pse ti e dashur Irena ishe e qartë në atë që tregove dhe rrëfeve në studion e emisionit Pa i Gjurmë. Do të pyes pak për ëndrat, se kam nisur 3 herë pyetje për ta bërë dhe nuk kam mundur dot. Kush ëndrat janë ndërprerë për gjysmë që s'ke mundur dot për shkak të sëmundjes ti lësh? Po kam pasur shumë ëndra, të vazhdoja shkollën e lartë. Ju keni mbaruar gjimnazin Po, gjimnazin vetëm kam mbaruar. Edhe në atë kohë në gjimnaz kam qenë e smur, po thjesht bëja analizat. Nuk ishe në dializë, kuptoj. Po. Kur mora vesh këte, besoj më prej në ëndrat gjitha në mes. Kam pasur ëndra të vazhdoja shkollën e lartë, të vazhdoja një kurs për kuzhinën, e kam pasur shumë dëshirë të madhe Ke këte. dëshirë të vazhdosh një ëndër për kuzhinën? Po. Kam pasur shumë ëndër të madhe këte, por nuk mundem tani sepse jam gjatë gjithë kohë spital edhe njerë jam mirë, njerë varet gjendja ime se mund ketë rritje tensioni. Të ndodh kjo shpesh? Më ndodh. Dyshimja, luhatjet me tension? Po, më ndodh shpesh. Edhe pasi mbaron dializën? Po. Por çfarë ju kanë thënë mjekët? Ti e bën 3 herë në javë dializën. Nëse kjo do të zgjasë derisa të vijë ai operacion që urojmë të vijë sa më shpejt, mund të shtohen ditët e dializës apo 3 herë është e mjaftueshme? Varet tek se si ecën gjendja. E qartë. Varet se si është gjendja. Po normalja është deri në 3 herë në javë. Jo më shumë. Po, se dhe dializa nuk është se është diçka e mirë. Për trupin. Po. Është një proces artificial. Po. Atë që duhet ta Thjesht bën të bën veshka. pastrimin e veshkës. Do të thënë që bën të veshka e bën. E kuptoj. Po. Ndërkohë që ne kemi në një lidhje babain tuaj, zoti Rizan Kotollakun, dhe unë dua ta përshëndes në këto momente, sepse jam i sigurt që ai është duke na ndjekur dhe të parët që janë prekur janë ata. Më shumë për ata e dua këtë gjë. Edhe për veten tënde ti ere. Normal edhe për vete, po dhe ata e kanë një plagë shumë të madhe këtë. Padyshim. Zoti Riza, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Përshëndetje. Falenderoj që të kam në këtë lidhje. Jam me vajzën tuaj. Përshëndes. Edhe unë ju përshëndes. Jam me vajzën tuaj, Irenën, e cila po më tregon dhe më rrëfeu disa momente të trishta të jetës së saj. Momenti kur ndjeu për herë të parë dhimbjet, momenti kur shkoi në spital, kur mësoi diagnozën dhe jeta e saj që sot shtëpia e dytë është kthyer spitali, ku 3 herë në javë duhet të shkojë të bëjë dializën. Ajo më tregoi që ju keni qenë i pari për të dhuruar veshkën
sepse vetëm një operacion, një transplant, mund ta shpëtoj këtë 24 vjeçare, por fatkeqësisht ju keni të tjera probleme dhe mjekët nuk e kanë marrë përsipër. Ndërkohë që regjia të më ndihmoj me Zoti Riza. Zoti Riza, më dëgjon? Po, dëgjoj shumë mirë. Edhe unë i dëgjoj tani. Ndërkohë, unë dua pikërisht një mesazh nga ju. E di që ti si baba e ke shumë të vështirë për të folur për vajzën, duke ditur problematikën dhe shëndetin e saj. E kuptoj qartë dhimbjen që ti përjeton së bashku me bashkëshorten. Po. Faleminderit, u përshëndes ty edhe gjithë stafit tuaj. Përshëndes nga zemra. Por, Unë jam baba i Irenës. po, ju dëgjoj. Ne. E kam patur e rrita me mundime, qova në shkollë. Po e patëm të sëmur, më qashe sa e që s'kam fuqis, s'kam të e mora e qova i bëna bizitëm, ma nëzuarën me veshkën. Po, Edhe po bëm 5 vjetë në dializë. Më ka thënë që kjo që të bëjë njeri të bëjë si shoqet, do bëjë transplanti. E mi transplantit, ekonomi unë kam që të bëjë transplantin, vash një dëshirë që t'ja jepja vetë, vajta bëjë gjitha këto analizat, nuk më duallën mirë, e u pre, nuk e bëra dot. e qartë situata, si ju dhe bashkëshortja e keni të pamundur për ta ndihmuar vajzën tuaj, i dhënë organin tuaj, çdo prind do ta bënte këtë gjë për fëmijën, ndërkohë që Irena e ka të domosdoshme për të bërë këtë ndryrje, këtë operacion, edhe pse është një operacion i vështirë jo vetëm në ndryrjen, por për të siguruar një dhurus, pikërisht për këtë 24 vjeçare, e cila fatkeqësisht është diagnostikuar me sëmundje në veshka, që kur ka qenë adoleshente 14 vjeç. Zoti Riza, ne e prezantuam si histori, sepse vajza juaj Irena më ka prekur, më ka shkruar disa herë, ku ka kërkuar ndihmën e emisionit pa gjurmë për ta bërë publike me shpresën që dikush që mund ta dëgjojë, mund ta ndihmoj këtë vajzë. Nuk i thash jo, nuk e refuzova, ajo sot me mua në këtë studio, uroj dhe shpresoj që të ndodhi mrekullia me vajzën tuaj. Po, u falenderit shumë, edhe unë përshëndes tua një ndihmë që të mbet qupa si gjithë shoqet që t'i bëj gjitha ëndrat që tha aty, t'i realizoj, po bëj qo, i përshëndes në zemra çdo njeri që ta bëja në mundim të vejtor në zemër. Unë uroj që këta njerëz që janë dhurus, të paktën kam dëgjuar dhe kam lexuar, njerëz që kanë arritur të dhurojnë, ruazat pjesë, se nuk di të flas në terma mjekësor sepse nuk jam mjeke, për transplant, njerëz që janë me leucemi, njerëz që kanë probleme me veshka, që dhurojnë veshka, janë njerëz që bëjnë njerëz të familjes. Ka njerëz të tillë në botë realisht që e bëjnë, urojmë që dikush të na dëgjojë dhe ta ndihmojmë. Të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Falenderoj. Falenderit shumë, edhe u falenderoj dhe unë në zemra gjithë ata që do shikojnë çupën time. Faleminderit, zoti Riza. E dashur Irena, shpresat nuk duhet t'i humbësh kurrë. Po. Unë besoj lart tek Zoti dhe nuk i humb asnjëherë shpresat. Tek ai kam besuar deri më sot. Sepse
Unë e besoj që ka njerëz me zemër shumë të madhe dhe nis nga një histori te personale të familjes time. Një person në familjen time i cili u diagnostikua me leucemi dhe kishte nevojë për një transplant urgjent për të shpëtuar jetën e tij dhe bëhesh fjalë një transplant në shtyllën kurrizore. Dhe një ere nga Izraeli u bë dhurusja e tij. Prandaj ka njerëz vërtet në botë me zemër të madhe dhe uroj me zemër, ta uroj me shpirt të ndodhi sa më shpejt kjo mrekulli. Shpresoj shumë. Por do më lejosh të flas dhe me mjekun tënd? Po. Do bëhemi gati në këto momente me doktor Adrian Hyskën, ta kemi një lidhje telefonike me shpresën mos ta pengojmë, mund të jetë me pacient, ndërkohë që ti do qetësohesh, ti relaksosh duart, se ke plot emocione. Po. Dhe më vjen mirë që tashmë të ty shikoj një buzëqeshje. Ndihesh më mirë. Po. Ndërkohë që gjitha po bën gati që të kemi një lidhje telefonike doktorin Adrian Hyskën dhe unë e përshëndes. Nuk e di nëse e kam doktorin në këto momente. Ja. Alo, përshëndetje doktor. Përshëndetje. Më falë që u shqetësoj në këtë orar. Jam Odeta nga studio e emisionit Pa i Gjurmë dhe në studio jam me një nga pacientet e tua, me 24 vjeçarin Irena Kotollaku, e cila na ka prekur me historinë dhe sëmundjen e saj. Po. Duke ditur që ju keni qenë pranë saj në çdo moment, nuk do të marrin shumë kohë, me 2 minuta kohë të na shpjegosh realisht situatën shëndetësore të vajzës dhe çfarë duhet bërë për këtë vajzë. Patjetër. Po, doktor. Atëherë, Irena ka qenë nga 2017 që ka ardhur në qendrën tonë të hemodializës, pranë spitalit, qendrës spitalore Aks. Dhe prej asaj kohe deri më sot, ajo zhvillon gati 3 seanca hemodialize në javë, të cilës zgjasin në 4 orë secila. Irena është dërguar nga QSUT-ja në qendrën tonë me diagnozën sëmundje e veshkave kronike, stadi 5. E qartë. Është end stage dhe që në i momenta e ka kryer seancat e hemodializës teknik. Gjendja po të shikoni tani është stabile në të vërtetë, por her pas here ajo ka dhe probleme, në duke shfaqur dhe sëmundje të tjera, sepse veshka shfaq edhe sëmundje të sistemeve të tjera në organizëm, kardiovaskular, të gjaku, e më the. Një nga këto është dhe anemia sekondare, e cila të shoqëron her pas here dhe ajo është detyruar që të marrin medikamente plotësuese që ta stimulojnë gjakun dhe të prodhojë rrugëzat e kuqe në nivelin që duhet. Her pas here merr suplemente të tjera detyruese siç është hetri apo vitamina B9 të 6, të cilat duhet prapë për të korrigjuar arrendin. Edhe kjo është pak a shumë do të thotë situata. E qartë, shpëtimi i kësaj 24 vjeçare është vetëm një operacion transplanti veshkës. Transplanti patjetër. Transplanti është zgjidhje sepse Irena është në moshë të re. Kështu që duhet të përfitojnë nga transplanti. Nësa di unë ka bërë një përpjekje, ka shkuar tek departamenti që është për këtë punë. Për dhurimin? Po? Jo për dhurimin, po për të gjithë procedurën e cila bëhet që nga dhurusi deri në fare që të dalin mbas dhurimit. E qartë. Është departament që është i posaçëm për këtë. Po pra, e pyeta Irenën pak më parë, por më tha që nëse se kishte shumë informacion. Për këtë të pyeta Irena, pikërisht sepse e dia si informacion që ka departamente të tilla. Patjetër, dhe kjo është pranë katedraës së nefrologjisë. Po, këtu në QSUT, e qartë. Në janë disa raste që nga qendra jonë, janë 4 pacientë të cilët kanë përfituar nga dhurimi, kanë gjetur dhurues. Se çdo njeri çdo njeri doktor me një zemër të madhe direkt lidhet me një spital nëse do të bëhet dhurus. Po, patjetër. Dhe jemi shumë e rëndësishme që ne Irena, por edhe ju, por edhe me ndihmën tonë, të jemi në kontakte të vazhdueshme me QSUT-n. Përpos që unë uroj dhe lutem që t'i shërbej Irenës transmetimi i sotëm. Patjetër. E sa di unë, ai departament është shumë i suksesshëm dhe këta e them me bindje sepse në disa raste që kam përfituar në transplanti që familjarët e vet janë bërë donatorë
të veshkën dhe ata kanë ecur shumë mirë. Por problemi të Irena është e kundërta, Dhurus. se ne s'kemi dhurus. Po, Irena tentoi një herë me një personin e saj familjes, po ai kishte një sëmundje tjetër shoqëruse me ta moravesh Ma tregoj këtë, doktor. edhe ngeli. Unë uroj dhe shpresoj... Sepse tek ne nuk ka listë në pritje, E qartë. Unë uroj, doktor, dhe shpresoj që të ndodhi mrekullia. Unë ju falenderoj Me 24 vjeçare. Të falenderoj dhe të përshëndes. Të falenderoj, doktor. Falenderit shumë, falenderit. Irena, shpresa është ajo që vdes e fundit. Kështu që mos u dorëzo, forca, gjithçka mund të ndodhi. Shpresoj. Doktori na dha disa shembuj. S'do të mbaj më gjatë, sepse je pushtruar nga emocionet dhe e di që e vuan këtë pjesë. Shumë. Ke diçka të fundit, një mesazh për të përcjell? Të bëja një thirrje gjithë shqiptarëve që të më ndihmonin për pjesën e transplantit. Kjo është ajo gjë që unë dua tani. Që të plotësoj dhe unë ëndrat e mia, të jem si gjithë shoqet e mia. Kjo gjë do më lumturonte shumë. Unë të falenderoj që të pata në studio. Faleminderit juve. Dhe ne do betemi bashkë në kontakt. Shumë faleminderit. Mirë, do kalojmë në reklama dashumish dhe rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashumish dhe në këtë pjesë të dytë do të fokusohemi te këndi i pasaportave, do të prezantojmë disa histori, do të flasim për njerëz të humbur me shpresën që ju që po na ndiqni, keni parë diku, keni informacione të lidheni me studion e emisionit Pa Gjurmë. Dua ta nis me historinë e një 37 vjeçari nga Bulqiza, i quhet Eles Koleci, i cili ka humbur kontaktet me familjen në datën 3 prill të vitit 2022 nga Milano e Italisë. Denotimi për Eles Koleci e ka bërë bashkëshortja e tij italiane, Giada Latore, e cila nga Milano është lidhur me studion e emisionit Pa Gjurmë dhe kërkon ndihmë për të gjetur bashkëshortin i cili është larguar nga banesa në datën 3 prill të vitit 2022. Ne do ndjekim një material në këto momente dhe rikthehemi në studio. Eles Koleci është 37 vjeçari shqiptar që rezultoni humbur që prej datës 3 prill të 2022-shit. I riu me origjinë nga Bulqiza prej 22 vitesh jetonte në Itali, ndërsa është i martuar me një shtetase italiane dhe i ka një djalë 5 vjeçar. Bashkëshortja e tij u drejtua për ndihmë emisionit Pa Gjurmë, ndërsa rasti i zhdukjes së Eles është drejtuar edhe në emisionin analog Kilovisto. 37 vjeçari u largua nga banesa e tij në Milano, në zonën Bruciano. Dyshimet e para nga policia pas denoncimit të familjarëve janë se ai mund të ketë shkuar në stacionin qendror të Milanos ose në stacionin Garibaldi për të marrë trenin në drejtim të Romës. Stafi i emisionit investigativ Pa Gjurmë u vu në kontakt me bashkëshorten e tij, Giada, e cila jep disa të dhëna për bashkëshortin e saj tashmë të humbur. Eles është një djalë shtatlart, 1,82 cm i gjatë, ndërsa shenja dalluese ka tatuazhet e shumta në trup, të dukshme në duar, qafë dhe në fytyrë, deri tek tatuazhi në formën e një pike në sy. Largimi i tij për bashkëshorten ishte një ikje e paralajmëruar, pasi prej disa kohësh ai kishte rënë në një gjendje të rëndë depresioni pas vrasjes së të vëllait Altinit nga një oficer policie italian, një ngjarje që do t'i ndryshonte thellësisht jetën. Që nga ai moment ai ndjeu një zemërim të egër ndaj policisë, revolte e cila u reflektua ju pak herë edhe me veprime. Ai u dënua me 5 vite burg për plagosje dhe rezistencë ndaj një zyrtari publik, një jetë e trazuar, e një shqiptari në përpjekje për të gjetur qetësinë shpirtërore. Familja e tij sot janë bashkëshortja dhe djali 5 vjeçar, të cilëve u mungon shumë. Më 3 prill 2022, rreth orës 12 të mesditës, e shoqja e shoqëroi për tek shtëpia e motrës, e cila gjithashtu jeton në Milano. Pasi u ndan, ai nuk u kthye më. Në një rrëfim që e shoqja bën për Pa Gjurmë, thotë se të shumta kanë qenë rastet kur ai ka tentuar disa herë të largohej, duke bërë gati valixhet, edhe në mbrëmje ishte ajo e cila e kthente në shtëpi. Por këtë herë ja doli të zhdukej gjatë, duke mos marrë me vete asgjë. Nuk bëri gati as valixhen.
por doli I veshur thjesht me një bluzë të zezë me një gërm të madhe ngjyrë ari, të shkruar boj në pjesën e përparme, edhe nga pas me 2 krah të mëdhenj shqiponje që mbulonin supet edhe mëngët. Për bashkëshorten ai nuk do t'i linte kurrë gjërat e tij, as djalin me të cilin kishte një marrëdhënie të jashtëzakonshme, ndërsa I kishte vendosur emrin e të vëllait, Altin. Madje të gdhendur ka dhe një tatuazh në dorë me datën e lindjes së të birit, me mbi shkrimin 10/6/2016, lindi një yll I AK-s. Ëndra Elis ishte herë Amerika, e herë Franca, pasi për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike, ai ndryshonte mendje, duke dashur të kalonte kufirin në këmbë, se nuk I pëlqente më Italia. Herë të tjera kishte dëshirë të kthehej në Shqipëri, veçanërisht për të shkuar në varrin e nënës dhe të vëllait në Bulqiz, me një mërzi dhe gjendje të trezuar. Fatkeqësisht, as sëmundja e rëndë që po kalon bashkëshortja nuk e ndihmoi të kthehej në shtëpi. Rasti I zhdukjes së 37 vjeçarit ka patur një jahon të madhe, jo vetëm në media, por edhe në rrjetet sociale, kur të shumt kanë qenë personat e famshëm në Itali që janë bashkuar thirrjes për gjetjen e Eles, ndërta mjaft këngëtar napoletan, si dhe futbollisti I njohur Mario Balotelli. Kjo është historia e Eles Kolesi, dashumiq nga Bulqiza, 37 vjeçari, babai I një fëmije që humbi kontaktet me bashkëshorten e tij. Ndërkohë, unë dua të përcjell një lajm tashmë për teleshikuesit e Report TV dhe të emisionit Pa Gjurmë. Nuk e kam mesditën e sotme në një lidhje gjadalatore në bashkëshorten, e cila fatkeqësisht është diagnostikuar me një sëmundje të rëndë, një sëmundje fatale në fakt për jetën e saj, është duke bërë kimioterapi, por ne kemi mësuar që bashkëshorti I saj shqiptar, Eles Kolesi, 37 vjeçari nga Bulqiza, momenti që është larguar nga banesa, ku ka lënë bashkëshorten dhe djalin, ai ka udhëtuar drejt Zvicrës, aty ku është ndaluar dhe arrestuar nga policia, dhe aktualisht ai ndodhet I burgosur dhe I dënuar në Zvicër. Unë uroj dhe shpresoj që bashkëshortja e tij t'i dëgjojë zërin dhe të lidhet nëpërmjet telefonit. Ndërkohë që foton e Eles Kolesit ne kemi vendosur në dosjet në skenografin ton, do ta heqim pas pak pas këtij emisioni, pasi ai është I gjetur tashmë. Fatkeqësisht dhe për familjarët e tij që janë duke ndjekur në Bulqiz, ndodhet në një burg. Urojmë dhe shpresojmë që ai të ketë kontakte me bashkëshorten. Mirë, nga historia e Eles Kolesi do të kaloj te një tjetër histori, do të zhvendosemi në qytetin Elbasani, do të flasim për Renato Hamzën, dashumiq, apo Renin Elbasani, këngëtarin e Tallavave, I cili humbi kontaktet me familjarët në datën 29 qershor të vitit 2014 nga Elbasani dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Një histori që është trajtuar gjatë në studion e emisionit Pa Gjurmë, pasi në datën 25 prill të vitit 2015, që I bie një vit afërsisht pas humbjes së tij në fshatin Babje të Librazhdit, nga banorët e zonës u gjet një kufom e pa identifikuar, e cila me urdhër të prokurorisë u vendos që të varrosej pikërisht në varrezat e qytetit të Lezhës. Ndërkohë nga kërkimet, nga hetimet që po bëhet tashmë, dyshohet se mund të jenë pikërisht eshtrat e Renato Hamzës, ku është bërë zhvarrimi dhe po bëhet analiza e ADN-s, ku familjarët janë në pritje të një përgjigje. Unë uroj dhe shpresoj që ai të mos jetë Renato Hamza, ne urojmë të gjithë, lutemi që ai të jetë shëndoshë mirë, të jetë gjallë. Unë e solla në fokus me ditën e sotme, pasi kemi patur një kontakt me nënën e tij Silvana Hamza, e cila ende nuk ka marrë një përgjigje nga institucione se çfarë ndodhi me ato analiza ADN-e të kryera nëntorin, fillimin e nëntorit të vitit kaluar. Gjithsesi, ne do të japim një material për gjithë teleshikuesit për të mësuar dhe për të kuptuar si u humbi Renato Hamza, kontaktet me familjen dhe çfarë dyshohet të ketë ndodhur me fatin e tij.
21 vjeçari i njohur si Reni Elbasanit nuk dihej ku ndodhej prej mbrëmjes së 29 qershorit. Familjarët e tij bën denoncimin në polici, duke akuzuar se gjithçka ndodhi për hakmarrje nga ishe dashura, me të cilën ishte njohur vite më parë. Por ditën e zhdukjes, Reni nuk u kthye më në shtëpi. Madje rezultoi fikur edhe numri i tij telefonit. Për shumë persona, fqinje të afërm, Reni ishte një djalë shumë familjar. Ne dum djalin, o gjallë, o të vdekur, na kriminalet. Kush e mori ato dy shiaksit me të dashurin, sa ato e din. Nipin e burrit e kam unë, edhe ne dum, si do që tjetë puna, ne dum çunin kë shtëpia. Ka aq dum neve. Çfarë dyshoni se ka ndodhur me të? Po i me, çfarë nuk kanë thënë për djalin? Sa si gjas ka, ja mret. Ha, Flori për neve. Unë kam 10 vjeçë në këtë pallat dhe kam njëjtë shumë djalë të mirë, të sjellshëm. I shikoja ai këtë vinte dhe u habita kur thanë që e kanë rrëmbyer. Prandaj drejtësia duhet vihet në vend. E kemi rrit bashkë aty me atë çonin. Kemi rrit kalamar. Si fëmijë time i metra nda nga shtëpia. Mirë punëtor ka qenë, po notë ishte me orkestant, shkote në Meldasma në këtë, nuk kishte shqetësime. Djali mirë, djali sjellshëm. Allëgji. E morën çunin nga shtëpia, kam zbathët. Gjinaf, që shikon ky fëmijë edhe? Që shë marrë? Jo, unë kam çun ndaj. Po. Që shë marrin fëmijën për shembull nga rruga, nuk zbardhet i diçka për ata. Ka i nan, sakate, ka i vllaj. Në fjalë çdo njeri don i diçka drejtën, drejtësinë, jo. Paktën ta dim për shembull se ku është, ç'a bëhet. Reni Elbasanit ishte i dëgjuar nga publiku. Ai ka publikuar disa këngë në bashkëpunim me këngëtarë e muzikantë të tjerë. Autoritetet shoqëruan aso kohë edhe ishte dashurën e këngëtarit, vajzën me iniciale DD, e cila pati deklaruar në polici se nuk ka asnjë lidhje me zhdukjen e Renatos. Do kaloj në këto momente dashumish pas historisë së Renato Hamzës, i riu nga Elbasani që humbi dhe u zhduk pikërisht nga qyteti Elbasani, do kaloj në një tjetër pasaport televizive, një 32 vjeçar, i cili humbi kontaktet me familje në datën 25 tetor të vitit 2018 nga Londra dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij në këto 4 vite. Do ndjekim materialin që kemi përgatitur edhe për 32 vjeçarin dhe rikthehemi në studio. Andi Klomollari është 32 vjeçari që rezultoni humbur që prej datës 25 tetor 2018 nga Londra e Anglisë. Ajo ka qenë dita e fundit që ai ka komunikuar me nënën e tij Filoretën. Një vit para se të humbiste gjurmët, Andi emigroi drejt Turqisë, aty ku jetonte me një shok dhe të dy punonin në pastiqeri, por pagesa nuk ishte e kënaqshme. Një mbrëmje kur Andi doli të shëtiste me mikun e tij, takoi një djalë me të cilin kishte njohje të vjetra, por emri i tij edhe sot e kësaj dite mbetet mister për familjen. Ky personi premtoi Andit se doja paguante ai rrugën prej 12.000 poundësh dhe të dy do të niseshin për në Angli. Hera e fundit ka qenë 25 tetor 2018. Fillimisht ka ikur në Turqi, që nga Turqia pasaj iku në Angli, ndej disa kohë atje, edhe na tha neve që punoj me shokë shumë i mirë, rrugën ja pagoj se nëse kishim mundësi bënte shumë rruga. Tham pagoj 12.000 euro ai djali. Lajmi i mboritjes së Andit në Angli e shqetësoi familjen, mirë po ai këmbguli të qëndronte pasi atje kishte shpresa se do të punonte dhe do të paguhej mirë. Vendin ku jetonte nuk e tregoi asnjëherë, vetë se familjes i thoshte se ndodhej në Londër të Anglisë dhe se ishte mirë. Sa herë ata e pyesnin për shokun që e ndihmoi, ai nuk ja tregonte emrin. Sa herë nëna kërkonte t'i shihte fytyrën, i biri refuzonte dhe nuk e hapi kurrë kamerën e telefonit. Pa është i mirë Robir thashike di po çar njeri u është se kishe merakun, si nenë. Është shumë njeri i mirë, tha mami, tha mos ki merak, tha, për momentin nuk ndodhet këtu, ka dalë, tha. Pas disa kohësh pasaj, tha mazuna të shokun në Angli, po se në çar vendi, ku e dim ne. Po emrin e shokut që e ndihmoi dhe vajte në Angli. Emrin e shokut nuk na i tha kurrë. Ajo më ka ngelur peng. Është një mister i paparkur. Se mbase po të kishte thënë diçka, do vinjë të vinjë Shqipërisan e mban, sa i pektesh ishte. I riu nga Pogradeci kishte përfunduar studimet për infermieri me rezultate të shkëlqyera, por nuk mundi që të gjente një punë, ndaj kjo ishte arsyeja pse ai emigroi jashtë vendit.
Nëna e tij teksa pret çdo ditë një lajm prej djalit, të vetmet kujtime janë disa foto të Andit dhe një bluzë, ku në to janë shkruar dedikimet më të bukura nga shokët e tij të shkollës, çka tregojnë se Andi ishte vërtet një djalë i veçantë. Do të kujtoj, Angela. Kjo është historia Andi Klomollarit të dashurmi, që riu nga Pogradeci, që humbi kontaktet me familjen. Ai telefonoi për të fundin nënën e tij, konkretisht në 25 tetor të vitit 2018 nga Londra, ku i tha se jam mirë me shëndeti dhe kishte shprehur dëshirën se do të rikthej shumë shpejt në Shqipëri, por kjo ishte telefonata e fundit dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij, që prej datës 25 tetor të vitit 2018 nga Londra. Familjarët dyshojnë se ndoshta ai mund të jetë ndaluar, mund të jetë arrestuar, mund të jetë dënuar në Londër dhe mund të ndodhet në një burg pikërisht në Britaninë e Madhe, por ende ne nuk kemi marrë një përgjigje zyrtare dhe pse kemi vendosur kontakte me ambasadën tonë në Londër. I përsëris edhe një herë të dhënat e Andi Klomollarit, 32 vjeç, vendlindja Vërdov Pogradec, humbi kontaktet me familjen në 25 tetor të vitit 2018. Ju bëj thirrje gjithë emigrantëve tanë në Londër, nëse kanë njohur, kanë informacion, mos të hezitojnë qoftë anonim të lidhen me studion e emisionit pa gjorm. Do të kalojnë një tjetër histori, do të kalojnë në këto momentet e pasaporta e fundit televizive, do të flasim për Iglin Zdravën dashurmiq, njëri nga Elbasani që humbi kontaktet me familje në 16 gusht të vitit 2008 nga Athina e Greqisë. Do ndjekim një material që kemi përgatitur për 38 vjeçarin dhe rikthehemi në studio. Ende në kërkim të Iglin Zdravës, rasti i zhdukjes së tij në pagjurmë u denuncua fillimisht nga e motra, Anila Xhaferi. Ishte ajo që përmes një letre drejtuar redaksisë së emisionit, sqaronte me detaje si humbi kontaktet me familjen i riu nga Elbasani. Iglin Zdrava, 24 vjeç aso kohë, punonte me bashkëshortin e të motrës në Greqi, ku jetonin në shtëpi të ndryshme, por shumë pranë njëri tjetrit. Ditën e zhdukjes më 16 gusht të vitit 2008, ai kishte qenë në punë bashkë me kunatin. Pasi kishin lënë punën, i kishte pohuar se do të kalonte nga shtëpia e tyre pas dite rreth orës 17:30. E motra e priti, por i vëllai nuk shkoi, ndërsa telefoni i tij rezultoi fikur. E merakosur dhe shqetësuar, Anila niset në drejtim të banesës së Iglinit, me shpresën se do ta gjente aty. Ai ishte zhdukur dhe derën e kishte të kyçur. Në rreshtat e letrës së dërguar nga e motra, theksohet se Iglini, në kohën kur ndodhej në shtetin Helen, nuk ishte i pajisur me dokumentat rregullta, por pak para se të zhdukej, kishte qenë për pak kohë në Shqipëri, pasi edhe u fejua. Pas kësaj fejese, ai në qershor u kthye në Greqi, në vitin 2008, për të stacionuar vendodhjen e tij në Athinë, ndërsa në gusht të pati viti u zhduk pa dhënë asnjë sqarim. E motra jetonte me familjen e saj, ndërsa Iglini jetonte vetëm pak metra në një shtëpi që e kishte marrë me qira. Kjo është historia e Iglin Zdravës dashurmiq, 38 vjeçari nga Elbasani që humbi në rrethana misterioze në Athinë. Ai kontaktoi me të motrën e cila jetonte disa metra larg banesës së tij, i tha se do vinte të darkonte së bashku me motrën dhe burrin e saj, por ai largohet nga banesa, e kyç banesën, merr sendet e tij personale dhe zhduket pa lënë asnjë adresë, asnjë gjurmë. Ka kaluar shumë vite që prej vitit 2008 dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Iglin Zdravës. Unë i përsëris edhe një herë të dhënat e tij. Iglin Zdrava, 38 vjeç, vendlindja Elbasan, ka humbur kontaktet në 16 gusht të vitit 2008 nga Athina e Greqisë. Nëse keni informacion dhe për Iglin Zdravën, lidhuni me studion e emisionit pa gjurmë, pasi janë dy motrat, nëna dhe babai, që prej vitesh nuk i kanë dëgjuar zërin dhe nuk dihet çfarë ka ndodhur realisht me fatin e këtij të riu. Me pasaportën e Iglin Zdravës kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme për të ritakuar sërish bashkë nesër. Mos harroni, pa gjurmë vjen çdo ditë tashmë nga Hanan të premte, live ora 16 këtu në Report TV. Bashkë mirupafshim.